që nga dita e premte jetojnë të ngujuar në shtëpi për episodeve të dhunës të ditëve të fundit. Dy familjet Meçani janë të traumatizuara sepse 3 ditë më parë, kryefamiljari Fatmir Meçani u dhunua nga disa persona ndërsa po shkonte në një dyqan lagjeje në zonën e Njështullës. Sidomos mjaftonte dhuna ndaj Fatmirit 55 vjeçar. Të njëjtët persona kanë sulmuar më pas makinën e nipit të tij udhëzimit, ku ndodheshin 4 persona të familjes Meçani që po shoqëronin në spital të dhunuarin. Momenti që kam dalë për të marrë ushqime për darkë, i thash më duhet shkoj këtë dyqanët. Sa dolan në cepin e rrugës në këtë rrugicë këtu, ngjujtën direkt pas i lloj mohabeti, pas i lloj sqarimi direkt më ka gjujt. Kush të gjuajti? Spartaku, Zeqiri. Momenti që kanë gjujt ka qenë dhe i personi dytë, ka qenë Ariani. Ju patët në një konflikt momental, pse ju goditi? Momentale s'kemi pas konflikt fare me atë, vetëm ka gjujt direkt. Po pse ju goditi? Nuk e di arsyen. Mu më goditën mrena makinë tu e çu në spital edhe në komisariat. Na kanë bë pritje edhe na kanë gjuajtur. Kanë thy makinën e Lulzi Meçanit, kam qenë me motrën, me Lulzi Meçanin, Fatmir Meçani, bashorti im. Unë jam bashorti e Lulzi Meçanit. U trema shumë në makinë dhe jam dëmtuar te këmba. Tu na kanë prit direkt duke gjujtur, duke qelluar me sende çka kanë pas na përdorur. Pa kaluar 24 orë nga ngjarja e parë, dy familjet Meçani, që i përkasin komunitetit të rom, janë terrorizuar sërish nga të shtënat me armë pranë shtëpive të tyre, dëshmitare të cilave ka qenë 55 vjeçaria Liliana Meçani. Kur doli portali, erdhën këtu pastaj kanë shti me armë. Kur dola unë për jashtë, i pash pastaj Vangjur Shorosën, Rome Zeqiri. Vangjur Shorosa ka pas pistoletën dorë. Edhe u mlodha aty ula, ato hikën pastaj me vrap, njoftova policin, erdhën. Këto nuk janë episodet e vetme të dhunës ndaj këtyre familjeve, që jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Të ngjashme kanë ndodhur dhe në muajin shtator dhe dhjetor të vitit kaluar, për të cilat kanë bërë denoncimet përkatëse në polici. Frika nga personat që i kanë dhunuar, të cilët janë fqinj me ta, po i detyron të mos çojnë në shkollë as fëmijët e vegjël. Fëmijët nuk i çojmë shkollë. A ka shtet? A duan të mësojnë fëmijët? A du të edukojnë fëmijët apo të rrinë mrena? Ti duhet ishe në shkollë sot, pse nuk je? Se kam frikë. Se ke frikë? Se na dalin para. Kush të del përpara? Ato. Se na dalin para dhe ne kemi frikë. Po ke lagja, ke dalë, ke rrugar për të luajtur? Jo, kam frikë. Në njoftimin për shtyp lidhur me rastin, policia e Durrësit bëri të ditur se sherri ka ndodhur për motive të dobta dhe për veprat penale, plagosja e lehtë me dashje dhe shkatrimi pronës të kryera në bashkëpunim, ka nisur procedimin penal për shtetasin me iniciale AZ 44 vjeç, si dhe është bërë shpallja në kërkim me shtetasve me iniciale SZ dhe VR. 55 vjeçari Fatmir Meçani kërkon mbrojtje nga shteti, sepse i trembet faktit se dhuna mund të përshkallëzohet dhe të shoqërohet me viktima. 5 herë që kemi shkuar bën denoncim polici. Policia s'po na drejton, s'po man asnjëri brenda. Po i lëshon, i merr i lëshon. Nuk kemi mbështetje. Pse se jemi rom. Kjo është. Ne shkojmë atje bëjmë denoncim, as kështu jam sukta. Mund do edhe vrasje. Edhe kjo është. Ne presim tash vetëm vritemi. Nuk presim gjë tjetër. Shteti na lën me na vra. Mafiozat nuk duan me ditë për njerëzit.